Alarmuese ajo se çfarë po ndodh me detin më të madh në botë. Deti Kaspik, më i madh i padalje në oqeane, po përjeton një tkurje dramatike që ka lënë brigje të thata deri në 50 kilometra larg vijës ujore. Shkencëtarët paralajmërojnë se ky fenomen, i nxitur nga ndryshimet klimatike, po shndërron lagunat në shkretë të tira dhe po e bën të pavlefshme infrastrukturën portuale. Që prej vitit 2020, niveli i ujit ka rënë me rreth 30 cm çdo vit, duke arritur në korrik 2025 nën minimumin historik të regjistruar. Projektime të reja tregojnë se edhe me një ngrohje globale të kufizuar në 2 gradë, niveli i Kaspikut mund të bjerë deri në 10 metra, krahasuar me vitin 2010. Në skenarët më të zymt, humbja mund të arrijë deri në 18 metra. Pasojat ekologjike janë dramatike. 4 nga 10 ekosisteme unike të Kaspikut rrezikojnë zhdukjen, ndërsa foka e rrallë e Kaspikut mund të humbas mbi 80% të habitatit. Ndikimi mbi njerëzit është po aq shqetësues. Rreth 15 milion banor që varen nga peshkimi, transporti dhe industria e energjisë rrezikojnë jetesën. Rënja e prurjeve të lumit Volga po pengon tregtinë dhe po shtron kosto miliardëshe për portet e Aktaut dhe Bakus.